Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, mirë se veni në emisionin tonë kushtuar litanive të Zojës së Bekuar. Sot do të ndalemi tek një nga thirrjet më të bukura dhe më ngushëlluese për zemrën e krishterë, Virgjëra e pushtetshme. Maria, nëna e hyjit, është ajo që gjithmonë me përvojtrin, bindjen dhe dashurinë e saj fitoi hir të madh para Zotit. Ajo është e pushtetshme jo sipas madhështisë së kësaj bote, por sipas forcës që vjen nga besimi, lutja dhe bashkimi i saj i plot me hyjin. Në çdo kohë, besimtarët janë drejtuar asaj si strehë në vështirësi, si ndihmë në sprova dhe si mbrojtëse kundër së keqes. Në këtë emision do të meditojmë së bashku mbi figurën e Marisë, Virgjëra e pushtetshme, duke zbuluar se si përvojtria e saj u bë burim force dhe si ndërmjetësimi i saj vazhdon të sjellë hire përmbar njerëzimin. Ju ftojmë të hapni zemrën për këtë reflektim dhe lutje, duke besuar me thjeshtësi fëmijërore në dashurinë amnore të Zojës së Bekuar. Po, pushteti i parë do të vijë, mbretëria për bien e Jeruzalemit. Lexojmë tek libri i Mikes, kapitulli 4, rreshti 8. Ajo është një avull i pushtetit të hyjit, lexojmë tek libri i Urtisë. Duke pasur çdo pushtet, duke përfshirë gjithçka dhe duke qenë vetme mund të bëjë gjithçka, duke mbetur e njëjtë në vetvete. Ajo i ripërtrin të gjitha gjërat dhe në përkombe depërton në shpirtra të shenjtë. Ajo i ka ngjeshur ijet me forcë dhe e ka forcuar krahun e vet. E ka shtrirë dorën drejt gjërave të fuqishme. Lexojmë tek libri i fjalëve të urta. Maria është e pushtetshme të hyji, e pushtetshme mbi demonët, e pushtetshme mbi tokë. Ajo e tregoi pushtetin e saj të hyji duke e tërhequr atë përmes zjarmisë së lutjeve të saj, thellësisë së përvojtrisë së saj dhe dashurisë së flakë të zemrës së saj nga qielli në tokë. Ma ke plagosur zemrën, motra ime, nusja ime, lexojmë tek Kënga e Këngëve 4:9. Ja erdha sepse më thirre. Ajo e dëshmoi pushtetin e saj mbi demonët duke ja shtypur kokën prisit të tyre. Këmba e saj do ta shtyp kokën tënde. Dhe kush mund ta mohoj pushtetin e saj mbi tokë? A ka pasur, apo do të ketë ndonjëherë ndonjë krijesë të hyjit që ka ushtruar një ndikim kaq të përgjithshëm mbi zemrat e njerëzve? A nuk mund të thotë ajo, kam qëndruar në mbar tokën dhe në çdo popull, dhe me pushtetin tim kam shkelur nën këmbë zemrën e të lartëve dhe të ultëve? Po, o nëna më e ëmbël, me dëshirë ta dorëzojmë zemrën tonë, sepse e dim se ti nuk dëshiron gjë tjetër, veç se t'ja dorëzosh birin tënd hynor, për të cilin janë krijuar, dhe duke kaluar në përduart e tua, ato bëhen edhe më të pëlqyera për të. Dhe prenga e mori ajo këtë pushtet. Engjëjt na japin përgjigjen kur thërasin. Kush është kjo që ngjitet nga shkretë të tjera e mbështetur në të dashurinë e vet? Po, këtu qëndron sekreti. Ajo nuk i beson të vetës, por mbështetej të hyji. Përvojtria e saj është burimi i pushtetit të saj. Ajo kishte lexuar: mos so ku është urtia, ku është forca. Dhe ishte përgjigjur: Zoti është forca ime, do t'i them hyjit, ti e mbrojtësi im, në të do të bëjmë vepra të mëdha. Dhe kështu, kjo vajzë e përvuajt, e thjesht, e panjohur dhe e papërfillur nga të mëdhenjtë e kësaj bote gjatë jetës, tani nderohet me dashurin nga miliona njerëz në mbar tokën dhe është rrethuar me çdo shenjë nderimi në oborret qiellore. Kështu vendosa në Sion, dhe pushteti im ishte në Jeruzalem.
Për të lexojmë se duke qenë një e vetme mund të bëjë gjithçka, duke pasur çdo pushtet, duke përfshirë gjithçka, sepse ajo është një avull i pushtetit të hyjit. Pse atëherë të kemi frikë për përmbushjen e ndonjë lutjeje që e vendosim në duart e kësaj Virgo potens, kur shohim se veti gjithë pushtetshmi nuk i reziston lutjeve të saj të përvujta? Çfarë hire nuk ka fituar ajo për njerëzimin që nga dita kur një shenjë e vogël e dëshirës së saj bëri që biri i saj hynor të kryente një mrekulli para kohe e deri në këtë çast. Të mos kemi frikë të kërkojmë shumë. Mbreti Asuer i siguroi mbretëreshës Ester, para rënësës së Maris, se ajo vetëm duhej të kërkonte, dhe ai do t'i jepte edhe gjysmën e mbretërisë së tij, dhe a do të mbetet aty ynë qiellor më pak bujar se një krijesë e tij, madje pagane? Edhe nëse kemi shkaktuar pakënaqësinë e tij, le t'i drejtohemi Maris që të ndërmjetësoj për ne, ashtu si populli hebre i u drejtua Esterit kur ishte dënuar me vdekje, dhe ajo u fitoi jetën dhe rikthimin në hirin e mbretit. O nënë e hyjit dhe shëlbuesit ton, e para në bukuri ashtu si në pushtet, lavdia e kombeve të krishtëra, e gatshme të ndihmosh në orën e vështirë. Edhe nëse portat e ferrit kundër nesh tërbohen me tërbim të madh, edhe nëse armiku i lash në sulmon dhe zhvillon betejën më të ashpër, të sigurt në mbrojtjen tënde të fuqishme, edhe nëse mira ushtri bashkohen, të gjithë do të bien ose do të ikin para nesh, të shpërndar nga një dorë hynore. E fort si dikur në Sionin e shenjt kulla e Davidit që ngrihej lart, e rrethuar me mburoj të lavdishme dhe me armë të ndritshme. Kështu Virgjra nënë e gjithë pushtetshme qëndron për herë fort, duke mbrojtur nga ushtrit satanike të gjithë ata që kërkojnë mbrojtjen e saj. Po, o nëna më e dashur, përdore ndikimin tënd mbi zemrën e Zotit të qiellit dhe të tokës për ne, fëmijët e tu të dobët që shpresojmë në ty. Na mëso të imitojmë dhe të ushtrohemi në përvujtri, në fitore mbi vetveten dhe mbi demonin e krenarisë. Na mëso të mbështetemi në të dashurin tonë siç bëre ti, t'ja besojmë atij të gjitha shqetësimet tona, duke e vendosur si një vul mbi krahun tonë që të forcohet në luftë, sepse edhe ne mund dhe duhet t'i themi hyjit: Ti e ndihma ime, streha ime dhe forca ime. Shpirti im ka etje për hyj në forte të gjallë, gjithçka mundem në atë që më jep forcë. Atëherë dhe ne do ta kalojmë të sigurt këtë shkret të tirë dhe mund të shpresojmë një ditë të ngjitemi në atë dheun ton qiellor, të mbështetur në të dashurin ton. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjt hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjt një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nënë e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit.
Loto për ne. Nëna e shëlbuesit, Loto për ne. Virgjëra e nderueshme, Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar, Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme, Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme, Loto për ne. Virgjëra besnike, Loto për ne. pasqyrë drejtësie, Loto për ne. selia e dijes, Loto për ne. shkaku i gëzimit ton, Loto për ne. visari përshpirtshëm, Loto për ne. visari nderueshëm, Loto për ne. visari zgjedhur për shpirtërie, Loto për ne. drandofilja e mrekullueshme, Loto për ne. kulla e Davidit, Loto për ne. kulla e Fildesht, Loto për ne. shtëpia e artë, Loto për ne. arka i beslidhjes, Loto për ne. dera i qiellit, Loto për ne. ylli i mëngjesit, Loto për ne. shëndeti të sëmurve, Loto për ne. streha e mëkatarve, Loto për ne. ngushëllimi i të pikluarve, Loto për ne. ndihma e të krishterëve, Loto për ne. mbretëresha e engjyve, Loto për ne. mbretëresha patriarkëve, Loto për ne. mbretëresha e profetëve, Loto për ne. mbretëresha e apostujve, Loto për ne. mbretëresha e dëshmorëve, Loto për ne. mbretëresha e dëshmitarëve, Loto për ne. mbretëresha e virgjërave, Loto për ne. mbretëresha e të gjithë shenjtërve, Loto për ne. mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm, Loto për ne. mbretëresha e ngjitur në qiell, Loto për ne. mbretëresha e shenjtës ruzare, Loto për ne. mbretëresha e paqes, Loto për ne. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Na fal ne o Zot. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Dëgjona ne o Zot. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Ki mëshirë për ne. në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna i hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh, zoja jonë dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur miq, ndërsa po e përmbyllim këtë emision kushtuar Virgjës së Pushtetshme, le të mbetet në zemrat tona besimi se Maria nuk i braktis kurrë ata që i drejtohen me fe dhe përvojtëri. Ajo që unë mbështet plotësisht në hyjin dhe u bë shërptoria e tij më besnike, vazhdon edhe sot të jetë mbrojtje, forcë dhe shpresë për bijtë e saj. Në çastet e dobësisë, të frikës apo të luftës shpirtërore, le të kujtojmë se kemi një nënë qiellore që ndërmjetëson për ne pranë zemrës së birit të saj hynor. Le ta lutim Zojën e bekuar që të na mësoj përvojtërinë, besimin dhe qëndrueshmërinë në të mirën, që edhe ne të mbështetur në hyjin, të ecim të sigurt drejt atë dheut qiellor. Faleminderit që ishit me ne. Paqja e Krishtit dhe mbrojtja e Virgjërës Mari qofshin gjithmonë me ju dhe familjet tuaja. Virgja e pushtetshme, lutu për ne.